Me moton do me thënë se Presheva flet më 21 dhe 22 qershor në Shtëpinë e Kulturës në Preshev u mbajt panairi i parë i librit, një nga ngjarjet historike për jetën kulturore të Luginës që shtrihet në jug të Serbisë e Mëgjerë. Ky edicion i parë erdhi si një dëshmi e gjallë e etjes për dije, gjuhë dhe identitet në një nga tredhat më të përkushtuara për ruajtjen e kulturës shqiptare. Panairi organizohet nga Biblioteka e Qytetit Mehmet Isufi, si dhe nga Bashkia e Preshevës, institucionet të kulturës dhe arsimit të kësaj zone, në bashkëpunim me shtëpi botuese nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia e Veriut. Në panairin e librit ishte i pranishëm edhe kryetari i Bashkisë së Vlorës Ermal Dredha. Dredha shoqërohet nga drejtues të artit dhe kulturës në bashki, teksa ishte pjesë e delegacionit që përbëhej edhe nga disa kryetarë të bashkive të Shqipërisë. Për kryebashkiakun Ermal Dredha, pjesëmarrja në këtë panair është një dëshmi e përkushtimit për të qenë pjesë e lexuesve shqiptar kudo ku ata janë. Panairi u vizitua edhe nga Ministri i Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit Blendi Gonxha, ambasadori i Shqipërisë në Serbi, përfaqësues të pushtetit vendor në Preshev, si dhe nga personalitetet të njohura të politikës dhe letrave shqipe. Gjatë një interviste për televizionin 6+ Qivlora, Ministri Gonxha vlerëson panairin e librit shqip në Preshev, por tha se edhe Shqipëria duhet të bëjë sa më parë për këto zona ku ka kaq shumë kulturë shqiptare të jetuar me dashuri. Zoti Ministër, si e vlerësoni këtë aktivitet? Shumë mirë. Mendoj që jam shumë krenar me sa kuptova nga historia e marrëdhënieve, që si ministër që është përgjegjës dhe për kulturën jam i pari që jam në Preshev, edhe kjo më bën që të jem edhe akoma dhe më i motivuar nga kjo që unë shikoj këtu, që ne duhet bëjmë shumë më tepër për këto zona ku ka kaq shumë kulturë shqiptare të jetuar me kaq shumë dashuri dhe me përkushtim. Edhe për kryetaren e komunës së Preshevës, Ardita Sinani, ky panair shënon një nga ngjarjet më të rëndësishme për këtë territor ku jetojnë shqiptarët. Po kryetare, si e vlerësoni këtë aktivitet? Ju thash edhe më parë, kënaqësia është ashtu këtu shumë e madhe, po i shihni edhe ambientet këtu. Atje ishte vetëm pritje zyrtare, ku fesa është këtu dhe të financohet panairi i librit shqip nga shteti shqiptar, por neve ka dhe domethënie të shumëfisht. Ju thash se iniciativa ka qenë viti 2021, po u jetësua tani. Kjo uroj të bëhet tradicionale, të vazhdoj vit pas viti, por shteti shqiptar nuk do mbetet vetëm me financimin e këtij panairit libri shqip për herë të parë. Presim edhe rezultate me projekte tjera konkrete. Faleminderit shumë. Panairi i Presheva flet u vlerësua edhe nga drejtuesja e Bibliotekës së Preshevës. Kemi hap sot panairin e parë të librit shqip në Preshev. Kemi pas diku rreth 15 shtëpi botuese, të cilat kanë ardhur nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia për me marrë pjesë në panairin e parë në Luginë. Ministri i Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit shqiptar Blendi Gonxha u takua gjatë panairit në Preshev dhe zhvilloi një bisedë me kryetarin e Bashkisë së Vlorës Ermal Dredha. Dredha u takua edhe me zëvendës ministren e jashtme të Republikës së Kosovës. Ambasadori i Shqipërisë, Liza, Ermali, kryetari i Vlorës, Liza, zëvendës ministre e punëve të jashtme të Republikës së Kosovës. Panairi u shoqërua me një kalendar të pasur aktivitetesh, promovime librash, tryeza të rrumbullakta, lexime poetike, aktivitete për fëmijë dhe të rinj, ekspozita si dhe diskutime mbi çështje jetike për komunitetin shqiptar në Luginë, rolin e librit në ruajtjen e identitetit, ndikimin e teknologjisë në zakonet e leximit, si dhe sfidat e edukimit në kontekste dygjuhëshe dhe multikulturore. Panairi i parë i librit në Preshev është shumë më tepër se një ngjarje kulturore. Ai është një akt afrimiteti identitar, një shprehje fuqishme e vullnetit për të ruajtur dhe kultivuar gjuhën dhe kulturën shqiptare, sidomos përmes librit, si mjet dijedhënës dhe ndërlidhës brezash.